Matematika. Hej, miqtimi! Mirë se vini në aventurën tonë me fruta. Sot kemi një tabel plot me fruta të shijshme vetëm për ju. Shikoni se sa shumë fruta plot ngjyra do t'i mësojmë. Shega, bananet, molla. Ku mbetën frutat? E jani, le t'i gjejmë bashkë dhe të mësojmë se si duken dhe çfarë shije kanë secila nga to. Wow! Kuzhina qenë ka plot surpriza sot. Një portokall që ka fshihur në tigan. Sa çudi! Portokalli është fruti i rrumbullakët i ndritshëm që duket si diell i vogël. Ka lëvurën me gunga, ndërsa brenda është i lëngshëm. Ka shije të ëmbël e pak të thartë. Kur e qëroni, aroma është shumë e këndshme. Portokallit janë shumë freskues dhe argëtues kur i ham. Janë perfekt për të çoruar me duar të vogla. Le të vazhdojmë të shikojmë. Shiko! Wow! Një shalqi në furrë. Si ka hyrë aty? Shalqiri është një frut i madh i rrumbullakët me një lëvure të trashtë ngjyrë të gjelbërt me vija. Kur e presim, brenda është roz ose i kuq me shumë fara të zeza. Është i ëmbël dhe shumë i lëngshëm, perfekt për ditët e nxehta. Mund ta ham në feta të mëdha dhe të argëtohemi, ose mund ta presim në forma të ndryshme. O ju, Luna po e pre dredhzën. Por neve na duhet dredhza për ta vendosur në tabelën e frutave. Duhet ta ndalim. Të lutem Luna, ose prit dredhzën. A mund ta marrim për ta vendosur në tabelë? Në rregull, mund ta merrni. Faleminderit Luna. Dredhza është frut i kuq që duket si zemër e vogël. Ka fara të vogla në pjesën e jashtme dhe është shumë e ëmbël dhe e lëngshme. Pjesa e sipërme ka gjethe të gjelbra, të cilat duhet i heqim para se ta ham dredhzën. Kur e kafshojmë, është e butë dhe e shijshme. Është shumë e mirë për smoothie apo për sallata frutash. Shpesh e përdorim edhe për të zbukuruar ëmbëlsirat. Një frut i veçantë është fshehur lart në pemë dhe po pret që ta gjej. Është i kuq dhe është fshehur pas gjetheve. Le të shikoj me kujdes. E shihni atë që duket e degët? Oh, qenë ka molla. Le ta marrim dhe ta vendosim në tabelë. Molla është frut i rrumbullakët që mund të ketë ngjyrë të kuqe, të verdhë apo të gjelbërt. Është e ëmbël, por mund të jetë edhe pak e thartë. Mollat janë shumë të lëngshme dhe mund t'i ham edhe me lëvure edhe të çoruara. Ato rriten në pemë dhe janë shumë të shëndetshme. Mund t'i ham duke i kafshuar, mund t'i ndajmë në feta, apo edhe mund të bëjmë lëng të shijshëm mollat. Kjo enë qenë ka plot me vezë, pas ka diçka të fshehur aty brenda. 1,
2, 3, diçka të verdh. Le t'i heqim vezët dhe të shohim se çka është. 4, është bananja. Bananja ka ngjyrë të verdhë dhe ka formë të gjatë e të lakuar. Mund ta qëroni lehtë për të arritur pjesën e shishme. Brenda është e butë dhe e ëmbël. Bananet janë shumë të përshtatshme për të mbajtur në dorë. Mund t'i ham duke i kafshuar, mund t'i shtypim ose mund t'i presim në pjesë të vogla. Bananet janë të shëndetshme dhe na japin shumë energji për të luajtur. Tri enë të ndryshme të kthyera mbrapsht. Le të shohim se çfarë po fshehim poshtë. Një e vogël, një e madhe dhe një në mes. Ndoshta te kjo vjollca do të gjejmë diçka. Nuk pas ka asgjë këtu. A e provojmë të e portokallta? As këtu nuk pas ka asgjë. Ena e fundit, e ta ngrim lart. Ja ku qenë ka ananasi me ngjyrë të artë. Ananasi është një frut tropikal me lëkurë me gjemba, duket si një top i verdh me gunga, ndërsa pjesa e sipërme duket si gjethe. Kur ja qërojmë lëvorën, brenda është i verdh dhe shumë i lëngshëm. Ka shije të ëmbël dhe të kënaqë kur e han në copa të vogla ose feta të rumbullakta. Është shumë i shijshëm në smoothie ose edhe në sallata frutash. Shiko, një karrocë me kal po vjen. Qenë ka dikush brenda aty. Përshëndetje, kam ardhur që ndihmoj. Ju kam sjellur diçka të veçantë për tabelën e frutave. Është rrumbullake dhe e kuqe, me shumë kokra brenda. A e dini çka është? A është shega? Po, është shega. Vendoseni në tabelën tuaj. Wow, tani tabela do të ketë edhe më shumë ngjyra. Faleminderit që na e sollët. S'ka përse, mirupafshim herën tjetër. Shega është një frut i rrumbullakët me lëvore të kuqe të fortë. Nëse e hapim, do të gjejmë brenda plot kokra të vogla të lëngshme. Këto kokra janë të kuqe dhe duken sikur ruaza të vogla. Kanë shije të ëmbël dhe pak të thartë. Mund t'i hani kokra duke i hedhur në gojë dhe të bëni lojë. Shegat janë shumë të shijshme dhe të shëndetshme. Po shoh diçka në kamion. Dorda! Dorda është frut që duket pak si kurzile. Ajo mund të jetë e verdhë, e gjelbërt ose e kuqe. Dordat janë të buta dhe të lëngshme, si dhe kanë shije të ëmbël. Dordat kanë lëvore të lëmuar dhe mund t'i ha me lëvore ose mund t'i qërojmë. Dorda është ushqim i shijshëm dhe i shëndetshëm që na bën të ndihemi të fortë. Ua, sa shumë bloqe me ngjyra. E kaltër, e gjelbër, e kuqe, e verdhë, e kuqe. Wow, rushi!
Rushi është frut me kukra të vogla të rëmbullakta, që mund të kenë ngjyrë vjollës, të gjelbërt apo të kuqe. Kukrat janë të ëmbla dhe të lëngshme dhe mund t'i hani një nga një. Janë të lehta për t'i mbajtur në dorë dhe mund të bëni lojë duke i gjuajtur në gojë. Për fëmijët e vegjël preferohet t'i ndani në gjysmë. Jam e uritur. Prita shë çfarë kam në çantë. O, sa të shishme duken këto qershi, por nuk mund t'i ha qershit, duhet i vendosim në tabel. Qershit janë fruta të vegjël të rëmbullakët me ngjyrë të kuqe të ndezur. Ato janë të ëmbla dhe të lëngshme dhe kanë shije fantastike kur i kafshoni. Qershit kanë një farë brenda, prandaj duhet të keni kujdes dhe ta heqni para se t'i hani. Një frut gjendet në kutinë e doktorit. Hajde ta gjejmë. Hape, hape, u hap. Qaj Liqi, si ka hyrë aty? Liqi është një frut i vogël i rëmbullakët me lëvore të kuqe. Duket si një top i vogël me gjemba. Kur ja largoni lëvoren, brenda do të gjeni një frut të butë e të lëngshëm me ngjyrë të bardhë. Ka shije të ëmbël me aromë luleje. Liqi ka një farë brenda, prandaj duhet të kemi kujdes mos ta hamë dhe farën. Tani i njohim të gjitha këto fruta. Faleminderit që më ndihmuat t'i gjej. Shihemi në video tjera.